Ju ka ardhur më e të hundës me punëtor, s'mund gjeni punëtor të rregullt. Se bëjnë punën sikur duhet, sepse të hikin edhe ke frikë mi ja dhanë një kritikë ose diçka, ke frikë mi falë si ke frikë si të hik. Ku i ke këto punëtor? Prasin këto. Të çdo lloj zanatit, kudo që ti jesh. Në xhepun.com e ke linkun në bio ju pronarët. E shtypni atje, shtypni linkun se kur kërkoni punonjës, ju hapet janë 1000 veta që regjistru për 2 javë që po prasin për punë. Direkt edhe janë me të vërtet nevojtar, se ka njerëz që më shkruajnë, "Të lutem ma gjej punë, të lutem ma gjej punë, të lutem ma gjej punë." Regjistroni këtu kërkesën tuaj, direkt. Gjeni punë, jepni zgjidhje problemet tuaj marrë 10 minutash. Por kujdes ama, se ekziston edhe kjo, se po nëse ju nuk jeni të rregullt si pronar, edhe punëtori ju hik sepse e gjen punën direkt edhe këtu. Nëse ju jeni të rregullt si pronar, edhe po kërkoni me të vërtet njerëz serioza për punë, që me të vërtet dëni që ta qeni një biznes për para, këtu, xhepun.com, e ke linkun në bio, është shumë e thjeshtë, shumë praktike. Për 10 ditë do jetë aplikacion, do keni mundësi ta ulni në telefon. Tak, edhe foni duke nejtë në divan të foli me punëtorin, direkt edhe zgjidhni i thuajtë nesër të puna, që të takon flasim. S'ka lidhje me shtetit. Mund të jesh në Gjermani, mund të jesh në Shqipëri, mund të jesh në Kosovë, mund të jesh në Angli, mund të jesh në Australi, mund të jesh në Amerikë. Thjesht ti si pronar e bën kërkesën tate që ke, edhe aty të shkruajnë punëtor direkt. Edhe shikon ti se kush e ka me të vërtetë, se dallohet në mesazhet. Dallohet në mesazhet e parë si çon. Ai thot për shembull, ai se do të thot ç'kemi vlla, haja punëtor katë, si dy gjakuj, ai normalisht ka për të lanë në rrugëve. A nëse dikush prezantohet thot përshëndetje, kam interes për këtë me të vërtetë, edhe dalloni ju. Mos u xhitoni mi tha njerëzve po direkt. Merrni pa, zgjedhni 4-5 veta, lini një takim, foli me kamerë me të, edhe shikoni edhe sjellin si sillen. Se ka aty, se ka edhe njerëz kurioza thjesht. Kujtojnë se Gjermania është fushë me lule, kujtojnë si i merrin lek në pemë dhe s'do të me punosi, sa që jesh në Gjermani do bash me lek. Ku e di si e kanë mentalitetin këtë. Se unë kam pas vetë restorante këtu në Zvicër, edhe arsye si pse kam shitur restorante dhe se marr me gastronomin, ka çave për të shtak për punëtor, se s'mund të gjet punëtor tamam sikur duhet. Doshin, e kupton, nuk mund të gjet punëtor. Si s'mund të gjet punëtor, unë po ka pas këtë problem këtu në Zvicër, nuk e di për ju. Kupton? S'mund të gjet punëtor. Unë për vetë nuk është se kisha restorant 5 yjesh se mund t'i jepja ti garantoj dikuj 6.000 franka rrok, se kisha këtë mundësi. Po prapë i shifshin shifrat që anena, dhe më thënë nga shteti ku vishin, shifshin shifrat sa është rroga në Zvicër. 6.700 euro, 8.000 euro për kuzhinjer. E këpëten, tani ki problem është i zidhën. Unë s'kam marrë restorante, po nesër nëse ha prapë restorante, unë kam zidhë problemin, si i kam kuzhinjer të rështu më dje, direkt, kamarjer. Nëse je pronare dhe duhet një punëtor, ja ko ke këtu. Në xhepun.com e ke linkun në bio. Të çdo lloj zanatit, ndërtim, skelagji, pllakagji, montues dyrë dritare, për Heizung, për hidraulik, elektricist, çdo lloj zanati, shites, security, çdo lloj zanati keni persona aktiv. Këto që janë operator ekskavatorit, vingjit, operator vingjit, gjithçka që ju duhet. Gjithçka që ju duhet në xhepun.com. Shtypni linkun e keni të profili jem. Mos 10 ditë, 15 ditë max do jetë aplikacion, do shkoni App Store, Play Store, e ulin telefon, e do jetë sigur keni Instagram e TikTokun. Është investiment ekstrem serioz, po investojmë ofër 1 milion euro në 7 aplikacione, që do shikoni me të ardhmen, do jetë për të lehtësuar jetën tonë shqiptarëve. Jena të parë që e sjellim, edhe jena të parë që me të vërtet punojmë. Masë marketingun e llafis nuk e kemi profesionale, ama punën e kemi profesionale, sigur duhet. Do ta shikoni vetë aplikacionin e platformën. Përdorni, jepni zgjidhje problemit tuaj me xhepun.com. E keni linkun e bio. Ju përshëndes, zoti ruaj.